Natyrisht do të flasim për sigurinë dhe mbrojtjen, por dua të diskutojmë fillimisht për situatën me vërshimet në Kosovë. Kemi parë disa ndërhyrje që ka bërë FSK-ja në disa zona. Cila është gatishmëria në fakt e FSK, zoti Maqedonci, kur në disa qytete situata është më e rënduar? Po qysh në ditën e djeshme, pasi që normalisht jemi informuar për rreshjet e shiut, rritjen e nivelit të lumenve, rockave, pjesën e tjera ujore, që cilat kanë shkaktuar në formë kondytje në zonat saktuara, fillimisht në pjesën përndimore të vendit, ose kemi pas edhe rreshje më të mëdha themi në pjesën lindore të Kosovës. Komandanti i FSK-s, pas vlerësimit që ka marrë nga shtabit i përgjithshëm i forcës së sigurisë së Kosovës, kanë rritur gjendjen e gatishmërisë me njësitë e specializuara për këtë çështje, dhe kjo gjendje normalisht këto njësi pastaj presin dhe janë në gatishmëri për të intervenuar, ashtu siç e kemi parë gjatë ditës së sotme, por edhe mbrëm në zona të caktuara në Kosovë. Çka është për të theksuar është fakti që ne angazhojmë njësitë të ushtrisë së Kosovës atëherë kur komunat paraqesin kërkesat në qendrën e situatave të Këshillit të Sigurisë së Kosovës dhe qendra e situatave në bashkëpunim me AME-n pastaj vlerëson se ku do të jetë më nevojshme angazhimi i njësive të forcës së sigurisë së Kosovës. Tashmë dihet që për shumë vite Forca e Sigurisë së Kosovës ka një përvojë të veçantë në aspektin e reagimit në rastet e përmbytjeve. Ne kemi njësi të dizajnuara për këtë çështje në kuadër të gardës kombëtare të Forcës së Sigurisë së Kosovës, dhe që janë ato njësitë e kërkim shpëtimit në ujëra. Këto njësi normalisht dhe njësi tjera, siç janë njësi mjekësore apo njësi tjera mbështetëse, tashmë janë në të gjitha kazermat në gjendje gatishmërie dhe presin që varësisht nga kërkesat për të dërguar trupa për intervenim, ne jemi të gatshëm për të mbështetur autoritetet civile aty ku është nevoja. Pikërisht, Forca e Sigurisë së Kosovës, Ushtria e Kosovës u pajes me një dërgesë të re të sistemit antiraketor Ontash. Çfarë është ky sistem raketor, zoti Maqedonci? Sistemi raketor antitank Ontash, që kemi pranuar ditën e djeshme, është dërgesa e dytë që kemi pranuar në Forcën e Sigurisë së Kosovës, e prokuruar normalisht nga Ministria e Mbrojtjes. Ne kemi bërë një